Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi në emisionin Në hijen e mëshirës. Sot do të flasim me hoxhën e nderuar Zeki Çerkezin nga Voshtria për temën e dhikrit, po padyshim që edhe pjesa tjetër është e hapur për shikuesit tanë dhe dëgjuesit tanë, të cilët mund të bëjnë pjesë e këtij emisioni duke na telefonuar përmes linjës telefonike dhe njëkohësisht me SMS. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, rahmetullah, mirë se më gjeta. Si është atmosfera e Ramazanit në Voshtri? Në Voshtri, si qytet njihet me fetarizmin e tij, për çka e falenderojmë Allahun fuqiplot, edhe prej që moj menu me këto vite, veten gjithmonë ka pas atmosferë mbreslënse, atmosferë të fetarëve, të agjëruesve në qytet në Voshtri. Dyqanet kanë qenë, po mendoj, ushqimore, gjellëbërsat, çajtoret, qebaptoret kanë qenë të mbyllura, ose me perde i kanë mbyll, nëse dikush e kom fjalën për kohën e komunizmit, nëse pak rrallë dikush ka hongër diçka që mos shihet se kush është. Se edhe pse ka qenë ateist komunist, nuk e ka pas atë guxim shpirtëror që haptas. Ka pas një fije marrë, nëse mund ta thonë. Po, dyshimi, po. Atëherë po flasim për dhikrin, çfarë është dhikri dhe pse është rëndësishëm dhikri tek muslimanët apo në Islam? Dhikri është një ibadet, një institucion vete shumë madhështor. Para se të flasim për dhikrin, jemi në muajin e Ramazanit, në muajin e mëshirës, në muajin e Kur'anit, që ulemat i kanë veçuar disa specifika të Ramazanit, cilat kanë bojnë ngushtë, janë të lidhura ngushtë me Ramazanin. Padyshim fillimisht është agjërimi, pastaj Kur'ani, pastaj dhikri me istighfar, edhe namazi i natës, që ngushtë lidhet me Ramazan. Kur'ani dhe dhikri janë, si me thonë, një tematik, sepse dhikri ma i mirë është pa kur farë dyshimi fjale Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk ka asë një ibadet për cilën thot Allahu falnu shumë, ose agjironi shumë, ose jepni sadaka shumë, ose shkoni në haqë shumë, vetëm thot Waqimu salah, wa atu zeka, falni namaz, jepni zekatin. E boni haxhin, e kështu me radhë për gjitha ibadet, me përjashtim dhikrin, për dhikr thot, wa dhikrullahi dhikran kathira, edhe shumë përmendni Allahun. Vetë kjo fjale Allah subhanahu wa taala na tregon se sa e don Allah dhikrin, gjithsesi përmendjen e tij, edhe për këtë shkak na shtyn, na stimulon që sa më tepër me bëu dhikr, me përmend Allahun fuqiplot. Nëse shqojmë edhe ajete tjera, edhe hadithe tjera, do të shohim se çfarë peshe, çfarë rëndësie ka dhikri, mjafton ta lexojmë, ta zbashku, ta ndëgjojmë fjalën e Allahut, ajeti parafundi sure El-Gjuma, wa idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Kur të përfundon falja namaz xhumat, pra sot jemi edhe ditën e xhumat, kur përfundon falja namaz xhumos, shpërndani për tokë, kërkoni nga begatitë e Allahut, edhe përmendni Allahun shumë, që të shpëtoni. Bon tregti del, i bon punë tua, i krym punë tua, po njëkohësisht edhe bon dhikre përmend Allahun shumë. Sepse dhikri është një ibadet tham, i cili subhanallahu shumë lehtë bëhet, edhe shumë fitohet nga ai ibadet. Nuk i nevojë me kthy ka kibla, nuk i nevoj me qenë në kamp, nuk i nevoj me qenë me abdes, në çdo situatë, në çdo rrethon e përmend Allahun subhanahu wa taala. Pra me kushtet lehta. Po shumë kushtet lehta. Cilat janë disa prej formave të dhikrit? Çysh bëhet dhikri? Ka shumë lloje të dhikreve, të cilat i ka përmend Allahu në Kur'an, edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithe, por ta shohim pak vlerën gjithësisht, rëndësinë edhe peshën e dhikrit pa hyrë në detaje. Shembull thot i dërguari alayhi salatu wassalam, nëse një grup i njerëzve besimtarëve gjelesu mejlisen, janë ulur në një ndaj, o lem yadhkurullaha, nuk e përmendin Allahun, do të ngriten prej atij mejlisi, prej asaj ndaje, sikurse me u ngrit në atë kohë çka kanë bë, kanë hongër mishin e gomarit të ngodhur. Nuk po thot se kam fol fjalën dyta, jo se kam bo gibet, jo se kam përgoju,
jo se ju në shoh ose diçka tjetër, intriga ndryshme, planet o gurzezet ndryshme, por kanë folë fjalë të lejume, mirë, po nuk e ka përmend Allahun. Shembulli i tyre, thot Ali salatu selam, është sikur se shembulli atyre të cilët ngriten pas ngrënies së mishit të gomorit të ngordhur. E kjo na bën me dije se është diçka shumë e rëndë mos me përmend Allahun, pa hyrë në atë aspekt se sa fiton njeriu. Muadhi radhiyallahu an thot në takimin e fundit e pyeta të dërguarin ja Rasulullah, cili islam është më hajër, më i mirë? Ka thonë me pas gjuhën e lagur me dhikr, pra dhikri. Kthehemi te pyetja, ka shumë ta përmendim shembull disa. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kush thot 100 herë në ditë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, 100 sevapi shkruhen, 100 mëkate gabime i fshihen, edhe i falen të gjitha mëkatet, walau kana ka zabadil bahr, edhe nëse sa shkuma e detit, edhe është i mbrojtur prej shejtan deri në mbrëmje. Gjithashtu vlen edhe për subhanallahu bihamdihi. Ose është shumë mbreslën se është hadithi që kur ka dalë ky hadith sahih, Sheikh Albani ka bë sejdë falendëruese Sejdi Shukr. Thot ja arabiun erdhni beduin të i dërguari sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, mësom diçka, me çka ti lutem Allahut. Ka thonë, thuj subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Ai me gishta, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Edhe po shkon po i përsërit duke i prek edhe gishta, 4 gishta. Po kthehet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shokët që kanë qenë të ulur, po i thot, çka e kujtu tash këtij xhori? Me buzëqeshje. Do të thot çka do më na thon ka tash ky. Po të vëlla këtu për Allahun e për mu. Çka ka për mu? Ja ka marrë dorën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 4 po ashton, 5. Allahumma ighfirli, Allahumma irhamni, Allahumma rzuqni. Po bon 7. Thot kur thu subhanallah, Allahu e pranon këtë se e ke madhru Allahun. Gjithashtu edhe për elhamdulillah, për la ilaha illallah, për Allahu akbar. Kur thu, po i thot tash atina, përmes edhe neve po na drejtohet, nisi harit shumë i madh, një mundësi me fitu shumë, me një angazhim shumë të vogël minimal. Kur themi Allah me këfirli, kad gafert, o Allah falem, të fala. Kur thu Allah me rhamni, o Allah më mëshiro, thot vetëm se të kam mëshiru. Kur thu Allah me rzukni, o Allah më jep rizk, më furnizo, kad rizaktuk. Të kam dhonë rizk, të kam dhonë pasuri, të kam furnizu. Edhe i buseshur, i gëzuar, i lumtur, ka shku edhe gjithashtu edhe sahabët e tjerë janë gëzu, kanë qenë të lumtur për këtë përfitim shumë të madh, me thonë thojza investim, me një angazhim kaq të lehtë. Ka edhe shumë dhikre tjera, të cilat nuk as hapësira nuk na lejon me i shtelu të gjitha se sa përfiton njeriu, ose shembull, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, a doni me fitu 2500 sevapë në ditë? Po i pyet sahabët. Kanë thonë, po ja Resulallah, letë ban, pak vet e bojnë. Pak vet e mrin me e realizu. Çka është ajo? Pas çdo namazi farz, thuni nga 10 herë, subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber. 5 kohë të namazit, herë 30, 10 subhanallah, 10 elhamdulillah, 10 Allahu ekber, 30 herë 5, 150. 150 fi lisan, 1500 fi mizan. 150 në gjuhë të njeriut, 1500 në peshore të Allahut. Edhe kur të bini me fjet, thuni 33 herë subhanallah, 34 Allahu ekber, 33 elhamdulillah. Gjithsej të bojnë 100, 100 fi lisan, 100 në gjuhë, 1000 fi mizan, herë 10, pra shpërblim të kalon 10, e shumë zonë, edhe 150 me 10, edhe 100 me 10, pra 1500, edhe 1000, 2500. Ta njerëz shumë letë qenë ka, pse po thu pak vete bojnë?
kur të falë farzin, dëngut shejtani, pash e përmend shejtanin, dëngut shejtanin, dil ma shpejt se ki pun ki angazhime edhe habitësh nuk e bon këtë dhikër. Edhe kur shtrihesh për me fjet, të shtin në gjumë shejtani me të pengu mos me thonë edhe këtë dhikër. Pra, shumë let 2500 sevap me fitu me këto dhikre të leta edhe për cilat nuk ka nevoj njeriu me thonë s'po muna me mësu përmensh, shumë letë zotin nuk e dini musliman. Dhe dhikri duhet të shqiptohet, pra, jo në mendje. Po, duhet të shqiptohet, po, e vërtet. Sa ndihmon dhikri në pastrimin e zemrës, për ashtu edhe në lidhje me forcimin, me lidhjet me Allahun subhanahu wa taala? Këto çka the për është një hadith për me lëviz buzët, thot pejgamberi alayhis salam, Allahu thot, e du atë rob i cili më përmend, të harek shefeta, i lëviz buzët. Pra, vetëm në vete nuk pranohet. Për këtij hadithi tash, alimat dietarët kanë përfunduar se edhe kur të falesh namaz, nuk bën vetëm me u lidh namaz edhe me mbyll buzët edhe mos me shqiptu. Duhet me lëviz buzët, edhe këto e don Allah shumë. E kjo ndihkon në pastrimin e zemrës pa kur farë dyshimi, por me një kusht. Nëse ky dhikër përmendja Allahut bëhet me zemër, jo vetëm një fjalë goje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, elhamdulillah, muslimi transmeton, elhamdulillah yamlul mizan, elhamdulillah e plotson peshorin, peshon shumë peshë të madhe ka tek Allah, pra shpërblimet. Subhanallahu bihamdi yamlu ma bayna as-sama'i wal ard. Subhanallahu bihamdi e plotson hapësirën prej tokës deri në qiell. Dietarët e kanë komentuar këto me pas mundësi. Nuk ke mundësi, por po dojmë pak në mënyrë simbolike më na tregu, nëse e shndrojmë këtë shpërblim, këtë sevap për subhanallahu bihamdihi në një trup në ngort, ai trup i ngort e kishte plotsuar hapësirën prej tokës deri në qiell. Subhanallahu bihamdihi. Por jo vetëm prej goje, por duhet të buron prej zemrës. Kur thu elhamdulillah, duhet me të kaplu ndjenja se ti po e falendron, po e madhron Allahun subhanahu wa taala. Kur thu subhanallah, duhet me kaplu ndjenja se po thu Allah është i pasur prej çdo tmete dhe çdo mangësie. Kur thu Allahu ekber, qoftë edhe jashtë namaz, po sidomos në namaz, atëherë kjo fjalë çka do të thotë Allah është më i madh. Kom derte, kom probleme, kom gajle. Për shkak edhe i ngrisim durt në namaz, edhe gjitha ato probleme i qet në shpinë të shuplakës, edhe i qet mrapa shpinës, tash ju kom drejtu Allahut, edhe gjitha problemet i haroj, koncentrum tek Allah subhanahu wa taala, edhe po du me u kënaq me përfitu për këtij namazi që pastaj me gjitha këto dhikre, se në çdo pjesë namazit ka dhikr. Pa kur ra dyshimi se del zemra ma e pastër. Atëherë hoxhë, po inkuadrojmë një telefonat, nëse është ende në linje. Selam aleikum. Pra telefonatën e parë për sot. Por ndani. Përshëndetje, desta me bëni pyetje hoxhës. Po. Unë e bëj Ramazanin, i bëj këtë fali 5 vakte për burre të alkoolin. Diçka që të nivellit mirë heq. Pra, falni namaz, agjeron Ramazanin, por nuk ndjeheni mirë. Po, unë po burri jo. Dhe ju nuk ndjeheni mirë për shkak që burri nuk agjeron, apo për shkak problemeve shpirtërore, nëse mund të themi kështu. Vallai, mu po pengon tash ai ku po vjen një pita, se unë me agjeru shumë. Pra, qartë është pra pyetja, burri vjen i dehur pra në shtëpi apo? Po ma kam gjina për shembull unë për veti për më ai është për veti për shembull unë pa agjerë pa ai non stop është në arkon në shtëpi. Do të merrni këshillën e duhur besoj pas pak. Faleminderit që bët pjesë e këtij misioni. Selam aleikum. Fati i kësaj motre është edhe shumë motrave tjera të cilat agjerojnë, fal namaz, por që bashkëshortet e tyre nuk janë as pak në rrugën e mirë apo të duhur. Këto shumë zemrën po ma djegun. Allahu e forcoft, Allah ndihmoft kësaj motre. Allah ja hapt rrugët e bereqetit e suksesit në këtë muj të begat, në këtë muj të rahmetit, të mëshirës Allah subhanu wa ta'ala, e këshilloj motrën fillimisht, le të bën shumë dua që Allah me udhëzu burrin. Se mundët, ndoshta me qenë edhe ma keq sa e kuptum, për namaz të saj edhe për agjërim të saj nuk po e pengon.
Po, nuk e pengon, jo vetëm se... Mundet edhe ajo me ndodhë. Po, kjo është një lloj përparësie, edhe duaja, lutja është një armë shumë e madhe, shumë e fortë Zotin, dhe duaja është dhikër. Nëse më lejo të tregoj një rast se çka si ndikon duaja, tregon një profesor, atina ka tregu një ushtarak, një polic, i cili ka punu në Qabe. Kush ka qenë atë e ka parasysh të guri i zi, është një litari trash, dhe kapët për mos me lonë më pas incidentin, diçka mos më shty, edhe sa kisha fillu me punu, thot, ky polici. Edhe po ndëgjoj, multezem është ajo pjesa prej derës, derët e guri i zi. Kjo është prej sunetit, më mështet me faqe dhe me gjaks, me bo dua aty. Edhe po qanë, me za po qanë, një njeri, një burë, edhe po i lutë Allah. O Allah, gjithë ju ke dhonë evlat, unë nuk kam evlat, falem edhe mu evlat. Edhe ka zgjatë një kohë, kështu vetëm këtë dua për e bon. Pra edhe këtë dhikër, duaja dhikër. Edhe mas saksisht 18 viteve, po thot, po më tingëllon në vesh zone i nejtë qajturit e nejtë. Thash çka po thot, o Allah, likru, shkatroje. O Allah, shkatro ma djalin. O Allah, shkatroje djalin ta. Më roku njerë një farë mërzije, më kaploj një piklim, edhe i thash kolegut, apo më zavendëson, ka zhry poshtë, e mora për dore, sigurona njerë, e pyta, vëlla, mos je rasisht i para 18 viteve i cili ke bo doa për me të falë Allahu e vlat. Po, unë e maj. Allahu të ka falë djalin, po. Mirë, po, me droge, me në rrugë. Thot, apo më dëgjon vëlla, ti dyre ki hin hak djalit ton. Edhe atëherë, edhe tash. Pse i kom hin hak? Sepse për herë të parë nuk e bo doa, o Allah, falma waladin salihan, evlat hajrit. Po vetëm ke thoni evlat me të falë. Edhe tash, nuk po thua Allah udhëzoma djalin, por po thua Allah shkatroje djalin. Ktheu prapa ty, bon doa që Allah me ta udhëzu djalin. Do të pas një kohë disa mujve, ka ardhaj me djal tash po vjen. Djali po bombe, po betohet, pasha Allahn, kur kena bisedu me babën, dhe për afërsisht kohën e kena përcjell, në qatë moment, kur ka bo doa, për me më udhëzu Allah, nuk e di si vetë për mrana, merë shpirtnisht diçka. Një fuqi, e më shtyti ajo, me marë abdes dhe me fillu me falë namaz edhe e lash drogën. Pra edhe kësaj motre, po thëmë, sidomos tash në Ramazan, pjesën e tretë fundit natës, kur Allah zbret në qilën e dynjas, ashtu qysh i takon lartë madhisë të ti. Kur Allah pret dua lutje prej neve, kërkesa prej neve, konkrete, të bëjmë dua prej zemrës, se mrana sekundit janë dronë gjendjen, ati i vlatë dhe mundohet dhe e udhëzon. Për ndryshe adho të forcoft me sabër, me të vërtet është problem i vështirë, jo i letë, duhet sakrificë, ka shumë shembuj, di çka ka ndodhur përpara, shembull ka pas, më kanë tregu vjetrit, të na vushtri ka ndodhur shumë më herët. Ka qenë pijanec, plus nuk ka mujt me ardh në shtëpi, është dash gruaja në shtëpinë e ka bajt e ka prunë në shtëpi me sabër, ai plus edhe i ka bërtit, po kjo me sabër, tu e bo doa, dhe pastaj djemtë ju kanë udhëzu, disar ka shku në haxh, po du me thonë, sabri edhe duaja bojnë çudira. Atëherë, kalojmë pra tek tema që po e diskutojmë, po bashkëbisedojmë në fakt, pra dhikri përveç që pastron zemrën, sigurisht ndihmon në forcimin mes lidhjes së robit në raport me Allahun. Pra diçka e lehtë për robin që tu ecë, e them herë, për në makinë, punë, është diçka e lehtë e që e lidh raportet me krijuesin tant. A përshfryzojmë këtë kohë, këtë mundësi, apo po na ikin hajt sot, hajt nesër? Për fat keq po na ikun, pyetje Allah shpëlbej shumë me vend, që po ne hapësirë me tregu një hadith, cilin transmetojnë nga Buhariu, Buhariu dhe Muslimi, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kjo është edhe ajeti, fadhkuruni adhkurkum, përmendi mu, unë ju përmendi juve. Nësa në hadith thot, ene me abdi idha dhakereni.
unë jam me robin tem nëse më përmend ai mu, nëse bën dhikë, nëse më përmend. Idha dhakreni fi nafsi dhakartuhu fi nafsi. Idha dhakreni fi mal'in dhakartuhu fi mal'in khairun minhu. Nëse unë jam me robin tem nëse më përmend. Nëse më përmend në veten e tij, edhe unë e përmend në veten time. Nëse më përmend në një grup të njerëzve, unë e përmend në një grup akoma më të mirë. Alu duhet të melaqet, melul ala, të cilat e mbajnë arshën e Allahut subhanahu wa taala. Pra, në një libër të tij Ibn Qayyim al-Jawziyyu rahimahullah thot, në të cilin libër i ka cek 100 përfitime nga dhikri. Mos kishte pas asnjë tjetër përfitim, vetëm se kjo dobia madhështore që Allah me qenë me ty, kishte mjaftu me pas shpërblime prej dhikrit. Asgjë tjetër, vetëm se Allah është me ty, sepse po thotë ene me abdi idha dhakerin, unë jam me robin tim nëse më përmend ai mu. E kur është Allahu me neve, atëherë çka po na mungon? A kem nevojë të bëj diçka tjetër? A ka kush çka të bën, a ka kush çka damton nëse është Allahu me ty? Dy shembuj i cek Allahu çka do thot kur është Allahu me robin e tij. Kur kanë qenë në shpellë gjatë hijretit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Ebu Bekrin, edhe janë me gjithë strategjinë që ka bo, planin, dhe të e matë imta, inteligenca, maksimalisht ka funksioni pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka shku në jug, në veri, por në jug, me hup gjurmë, të mos të zgjas, me gjithat, edhe kanë hyp nalt me gur, ai shkamb me cepa, devja me vështërsi ka ec, ku gjatë hyres në shpellë ju kanë përgjoha kom pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vetëm me hub gjurmë, me gjithat e kanë gjetë. Dhe janë afru krejt e hyrja e shpellës. Edhe e ka kaplu friga Ebu Bekrin, jo për veten, për të dërguar sallallahu alaihi wasallam. Edhe po i thot, krejt për shpëritje e letë në vesh, ja Resulallah, idha nadhar ahadum al-qadamay la absarana. Nëse vetëm e ul njëri prej tyre shiqimin me këshyr komët veta, neve kamen apo. Plotësisht i mbështetur tek Allah fuqi plot, i dërguar sa plotësisht gjak ftoft po i përgjigjet. I kem dy përgjigje, njëri është në ajet sura Tobe, tjetri është në hadith Buhariu dhe Muslimi. Në ajet po thot la tahzan inna Allah ma'ana. Mos u pikëllo, mos u tut, Allah është me neve. Ndërsa në hadith thot ja Abu Bakr ma balu thnaini thalithuhum Allah. O Abu Bakr, çka është puna dy vetëve kur i tretë është Allah me ta. Pra nuk ka profitim më të madh, nuk ka siguri më të madhe, nuk ka rahati më të madhe, se so kur është Allah me ty. A ke mundësi na me arrit që Allah me qenë në neve? Po. Shumë lehtë. Çka po thotë Allah? Unë jam me robin tem kur të më përmend ai mu. Çe raporti, çe afrimi me Allahun subhanahu wa taala. Shumë lehtë, vetëm përmende Allahun. Pra mos të lejojmë vetës gjatë ecjes, gjatë vrapimit, kur jem të shtrit, kur jem ulur, makinës duke i grad, duke punu, përmende Allahun, se Allah thëmë po kthejna në fillim të ajeti, wadhkurullaha dhikran kathira, përmende Allahun shumë, pra shumë e përmende Allahun, me qindra, me mija herë, nuk është për pak. Ka thonë, Allah thot në tjetër ajet, dhakin Allah kathira u dhakirat, ata të cilët janë shpëtuar, të cilët shumë e përmendin Allahun, edhe ato të cilat shumë e përmendin Allahun. Kur thot shumë, më do vëzit një shifër që thot shembull Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, kur kom boj istikfar deri 12.000 herë, pastaj si kam numëru. Ose një shembull kohës më të re, gjithashtu një profesor po tregon, thot Bashmeka aty ku kena banu në atë lagje, e ka majt një ligjerat për dhikrin istikfarin në një xhami, edhe thot pas përfundimit më afru një i moshuar, një plak, edhe më oroj, Allah shpërbleft, tema qëllume shumë mirë, istikfar, po flet për istikfar, e thot, mu imponu pyetja, çka kiti me istikfar? Hoxh thot, elhamdulillah, kom arrit se nguroj ke me fol fillim, pastaj thot, çdo doa më pranohet mu. E sa bon istikfar, prap po nguron. Ka insistu, thot spako 30.000 herë çdo ditë. 30.000 herë. Pra kur thot Allah, shumë me përmend Allahun, pra duhet, po e shumë, me 1000 herë. A kem këtë mundësi shumë? Le të kem këtë mundësi. Kem kohë, kem hapësirë. Vetëm se mos bim në kthetra, në intriga të shejtanit me mashtru me gjana tjera.
Por, sidomos sot, para mendo kur bashkohet agjerimi dhe dhikri. Atëherë hoqë kemi telefonat, po inkuadrojmë që mos apret në linjë. Selamu alaikum. Apo dëgjojmë telefonata? Ka ikur telefonata, atëherë nëse mbete mund të vazhdosh, atëherë po kalojmë tek kemi disa pyetje me SMS, po i lëm ka fundi. Cilat janë disa prej haditheve që flasin për rëndësinë e dhikrit? Apo kemi telefonat si duket? Atëherë po dëgjojmë telefonata? Selam aleikum. Aleikum selam. Dalja zërin televizorit dhe komuniko vetëm përmes telefonit sepse përndryshe nuk mund të bisedojmë se kjo ndizë. Po, selam aleikum. Aleikum selam. Dalja zonin televizorit dhe komuniko vetëm me telefon, ju lutem. Rjeti doktor. Unë edhe dje që ju thira adin. Po ju dëgjojmë, jeni drejt për së drejti, urnoni me pyetjen. Për nikap u kanë tema apëdin, dje? Po? Që ju thira? Kështu jam me nikap kur po shkojnë xhami edhe kështu të rrugë gratë muslimane që janë. Po mirë, keni marrë përgjigjen se përket pyetjes së nikapit. Nëse keni pyetje tjetër, se ke qitë këtë nikap, kjo është e tepërt. Duhesh me hiq nikapin krejt, po më bën në rregull, faleminderit. Pra, kjo pyetje ka marrë përgjigje dje, sepse ka qenë pyetja e njëjtë tek një musafir. Domethënë, këtu nuk merr përgjigje. Pyetja e dytë nëse ke? Po, kam plot, po pyetja e dytë, pejgamberin alayhis salam kum pa ëndër, çka është kuptimi? Në rregull, faleminderit për telefonatën. Allah ju shpërblet që ishit pjesë e këtij emisioni. Kemi për juve Allah ju shpërblet. Selamun aleikum selam. E kemi së rregull sepse ndonjëherë që pyetjet përgjigjen, kështu që përsëriten dhe ka marrë përgjigjen se përket çështës së nikapit tek ëndra që ka po pejgamberi selam mund të përgjigjen. Nuk jam ai i cili komentoj ëndrat, mirë, po duhet pyetje shtesë me parashtru. E para alimat skatojnë kur thot dikush përshkruaj se e ke pa të dërguarin alayhis salatu wassalam, nëse përputhet përshkrimi, atëherë duhet me këqyr edhe koha. Shembull, po e marr prej tabinëve i cili njihet, i cili ka komentu ëndrat, ka qenë tabin, edhe 2 vetë kanë ardhur, kanë thonë e kam pa të dërguarin sallallahu alaihi wasallam ëndër. Njenit i ka thonë ti ki me shku në hax. Vërtet qabën e kom pa ëndër. Të dytë kanë thonë qabën e kena pa ëndër. Njenit i ka thonë ti ki me shku në hax, tjetri ti ki me vjedh komë të prej dora. Pse? Ka qenë pyetje koha kur e ka pa. Edhe ka po disa pyetje shtesa, pra nuk mjafton kjo e kom pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ëndër, është diçka madhështore me pa të dërguarin sallallahu alaihi wasallam ëndër, mirë po duhet hala pyetje shtesë si më vërtetu a ka qenë për mëna i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Atëherë tek pyetja që do bëron tek hadithet që flasin për rëndësinë e dhikrit. Thot Buhariu dhe Muslimi transmetojnë dallimin mes atij i cili bën dhikr dhe atij i cili nuk bën dhikr. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu, mathalu al-hayy wal-mayyit." Shembulli atij i cili përmend Allahun edhe atij i cili nuk e përmend Allahun, është sikur shembulli i të gjallët dhe të vdekurit. Muslimi transmeton edhe me një transmetim tjetër: "Mathalu al-bayti alladhi yudhkaru Allahu fihi والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي الميت." Thot shembulli i shtëpisë ku përmendet Allahu, edhe shembulli i shtëpisë në cilën nuk përmendet Allahu, është sikurse shembulli i gjallët edhe të vdekurit. Pra, edhe për person, edhe për shtëpi, njësoj është shembulli i gjallët e të vdekurit. Këto dy gjana, pra, njeriu i gjallë edhe i vdekur nuk mundet me qenë, nuk bashkohen këtu. Njëri ose është i gjallë ose i vdekur. Pra, këna të regon se çka do të thot dhikri, Allah na mbrojt prej gafletit, prej çkujdesis, që mos me përmend Allahun, se pastaj është rrezik që bim në atë kategori me qenë si të vdekur. Por nëse pak e përmendim Allahun, atëherë është rreziku tjetër, kjo ka qenë karakteristike munafikëve. Kur kanë fal ila sala, idha kamu ila sala, për munafikt Allah thot, kamu kusala, e falin me përtaci. O lam yadhkurullah illa qalila, yadhkurullah illa qalila, dhe nuk e përmendin Allahun vetëm se pak. Pra përmendin Allahun, mirë po pak e përmendin. Çka do të thot? Nëse dojmë na, padyshim se dojmë,
mos me ranë regjistër të munafikëve, atë duhet shumë me përmend Allahun subhanahu wa taala, sepse ata e përmendin por pak e përmendin. Pra ose nuk është kjo, s'po këto është i smur. Ai cili vetëm pak e përmend Allahun është i smur. Ndërsa me qenë i gjallë, atëherë duhet shumë me përmend Allahun. Tjetër hadith që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ma amila ademiyun amelen anja lehu min al-adhabi min dhikri Allahi ta'ala. Qile wal jihad fi sabilillah, qal wal jihad fi sabilillah. Nuk ka bo ndonjë vepër njeriu më të suksesshëm për me e mbrojt prej dënimit të Allahut se sa dhikri. As jihadi kanë thënë sallallahu, pa as jihadi. Pra dhikri po ja kalon gjithëve. Çka do të thotë? Thojnë alima kur e komentojnë këtë hadith, e ka përmend në mënyrë përgjithshme dënimin, edhe në dunja edhe në ahiret. Nuk ka metodë më të suksesshme për me mbrojt prej dënimit, qoftë në dunja, qoftë në ahiret, se sa dhikri. Gjitha i te i kalon. Gjitha i te i kalon. Në tjetër hadith thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam: Ela unabbiukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikikum. Atë ju tregoj për veprën më të mirë. Vepra më e mirë. Gjithve ju kalon. Edhe i cili është zekati është diçka që ka shtohet edhe pastrohet. Ma i pastër edhe ma që shtohet inde melikikum te Zoti juaj, wa arfa'ha fi darajatikum, i cili mas shumë të ju ngrit në deregje, në shkallë, ditën e gjykimit. Wa khairun lakum min infaqi dhahab wal fidda, ma i mirë, shumë ma i mirë se sa me dhon are e argjent, sadaka. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Është edhe më mirë se me marr pjesë në luftë në rrugt të Allahut, ku e godet armikun edhe ai ty të godet. Kanë thonë, po ja Rasulullah, tregona shkurtosh për gjithë, dhikrullah. Allahu ekber. Dhikri, po ja te i kalon gjitha këtyre ibadeteve, me agjerim, me zeqat, me namaz natës, me gjitha po ja te i kalon dhikri. Edhe me gjihad. Pra, po jap edhe trupin, jetën, po edhe paret, edhe se arë me argjend, dhikri po ja te i kalon gjithave. Tjetëri hadith thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, e ka pyet një njeri, një prej beduinëve, se sahabet kanë qenë shumë kurreshtar kur ka ndonjë beduin, se kanë pas pyetje interesante. Kanë qenë ndoshta pak ma pak civilizuar, ma të vrasht, mirë po ka pas mençuritë ata. Kanë thonë, ja Resulallah, inna shara'i l-Islam qad kathurat. Për i kry obligimet, farzet, mirë po edhe nafile diçka shumë mu kanë bo. Fa ahbirni bi shay'in atashabbethu bihi. Ka të regom diçka ma të letë, që të lidhna të kapna për ato, këto me kompenzu këto nafile tjera. Ka thonë, la e zalu lisanuke radban min dhikrillah. Vazhdimisht le tjetë gjua e lagur me dhikër. Ki kujdes, nëse don këto, pra, këto vështirë po të binë, atëherë bën dhikër. Rasti tjetër, kur ka zbrit ajeti, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ata cilët kanë thesare, kanë are argjend, i grumbullojnë, dhe nuk i shpenzojnë në rrugë të Allahut, përgëzoj ata me dënim të ashpër. Kanë thonë sahabet, ja Resul Allah, me çka pra tash, na çka me bu me thesarin ton, çka me grumbullu, çka me tubuna, me çka u pregadit për ahiret, nëse jo are e argjend, çka me pas? Atër ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanun dhakirun wa qalbun shakirun wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Gjuha e lagur me dhikër, e cili përmend Allahun, zemra e cila falenderon Allahun, edhe gruaja fetare, besimtare, e cila i ndihmon burrit në adhurim të Allahut subhanahu wa taala.
Atëherë po i marrim disa mesazhe, me qenë se po afrohemi ka pjesa e dytë ose ka fundit e këtij emisioni, ku thotë selam aleikum hoxh, kam një pyetje. Gruaja ime ka orin e saj që ja kam dhuru une, pra si bashkëshort, por nuk e përdor dhe po ashtu e ka dhurata që i kanë dhënë familja e saj si unaza kështu me radhë, që i mban rregullisht. Në këtë rast, a duhet të gjithë këtyre ma paguajt zekatin, se kam lexuar se mëdhhebi Hanbeli Maliki thonë që nuk duhet atyre që janë në përdorim me pagu zekat. Në këtë mesele, përgjigjen saktë ka dhënë Ebu Hanife, pra në mëdhheb alima thonë se na nuk jemi ata që të krahasojmë mëdhhebet, por duhet të jepet zekati për gjithë arin, edhe nëse e bën, edhe nëse nuk e bën. Thojnë alimat më vonë kur i kanë krahasu, vetëm shkurtimisht, ose musliman ndohen në 4 kategori. Kategoria parë janë alimat e mëdhej mujtehid mutlak, ata cilët bëjnë ijtihad. Kategoria dytë janë alimat cilët bëjnë krahasimin e atyre alimave të mëdhej, edhe kjo kategoria dytë kanë thonë se në këtë mesele Ebu Hanifja e ka sakt, pra duhet të jepet zekati për çdo ari pa marrë parasysh e bën a nuk e bën. Dhe ka një pyetje interesante, thotë selam aleikum, deshta me ditë a bën me festu 7 dhe 8 marsin dhe nëse ja gjyrushëm sa e ke gjuna ose të pranohet gjërimi nëse feston 7 ose 8 marsin. Muslimanët i kanë 2 festa, 2 bajrame, edhe vetëm ato festa festohen. Bajrami, Allah në mësof me prit me sukses këtë bajramin e këtij Ramazan edhe Kurban Bajrami. Jashtë këtyre 2 festave nuk feston, nuk lejohet. Këtu hyn edhe ditëlindjet, por fakt keq shumë përhap kjo. Se arabisht çka është, si thuhet Bajramit, Eid, Adi ju Eid. Kuptimin në gjuhë e ka diçka që përsëritet. Pra çdo vit, si të përfundon Ramazani, ditën e parë pas Ramazanit, çka është? Bajrami, është festa. Edhe çdo vit, dita e 10 Dhul-Hijje, pra 2 muaj e 10 ditë pas Ramazanit është dita e parë Kurban Bajramit. Me 9, një ditë përpara është dita e Arafatit. Pra jem të lidhur me këto data. Edhe nëse njeriu qoftë çdo javë, qoftë çdo muaj ose çdo vit lidhet për një datë, atëherë e kundërshton këto që na i kemi 2 data, 2 bajrame edhe nuk mund të festohen absolutisht. Por kjo nuk absolutisht nuk e prish agjerimin. Këto i kish problemet, shpresojmë se ka qenë agjerimi i duhur. Edhe këtu i ki mëkatet se i ki bo atë festim që ka nuk lejohet me festu. Do të vazhdojmë me pyetje tjera të radhës. Selam aleikum, thot jam një motër e cila jam me mujore, po i kam që më shumë se 3 javë. Unë po agjëroj sepse kam pyet edhe tjerë më kanë thënë që bën me agjëru, po më fal nuk e di a bën, se unë po e një veten të papastër, a bën me agjëru dhe më fal me fanën e se ju pengova. Se ka qaru bashkë një pyetjen, por diçka e rast specifik jashtëzakonshëm 3 javë, a tha kështu më duket, po i gjatë cikli? Po, 3 javë, po. 3 javë. Disa alima kanë thonë se gjysma e muajit është 15, pra nëse gjatë më tepër se 15, atëherë ato llogariten gjak kapilar, nuk është e ciklit. Sepse nuk ka mundësi me qenë ma tepër ditë të muajit e papastër se sa e pastër. Por nëse kalon 15, po i bën se ma shumë se gjysmën e muajit është e papastërt, çka nënkupton nuk mund të me falë edhe me agjëru. Mirë po, Uthejmin edhe përcjellet nga Ibn Taymi rahimahullah thot, nëse janë ato 3 karakteristika të gjakut, era, densija edhe ngjyra, letëgjat sa don letëgjat, ajo është cikël edhe nuk bën as të falet as të agjëron. Atëherë vazhdojmë me pyetje tjera të radhës, të cilat vazhdimisht disa përsëriten, ndoshta për shkak që s'mundën me marrë përgjigjet ose edhe ka të tjerë shikues që kanë pyetjet, pra çështja e namazit të sabahut, pyetja e zakonshme dhe përditshme, se përket imsakut, mund të na jepni një përgjigje shkurt, disa mund të presin disa. Elhamdulillah, tash verës ma ka qenë problematike, po tash pa kur farë frike në xhami e falim, edhe ka hy koha e namaz sabat, gjithsesi ka përfundu koha e ushqimit, kur thirret ezani në xhamia, duhet shkohet patjetër të falet në xhami. Për mashkull e kom fjalën.
edhe nuk hyn në këtë 20 minutshin, edhe pak më herët përfundon koha e ushqimit edhe hyn koha e namazit sabahut. Ndërkaq që po kthehemi pak te tema ku po flasim për dhikrin, diçka të rëndësishme për një musliman dhe një muslimane. Çfarë do të thotë dhikri në kontekstin e lutjeve dhe adhurimeve të tjera? Dhikri thuja se bën pjesë në gjitha adhurimet. Gjitha. Thot Allah subhanu wa ta'ala, e tham për namazin e gjumës, kur përfundon gjumëja, përmendi Allahun. Edhe ajeti tjetër, kur të kryni haqën, fedhkurullahe, ke dhikrukum abaakum, e u ashadde dhikra. Pra, kur të veni për Arafatit, për Muzdelifes, përmendi Allahun, sikur se çka i përmendi baballarët juaj, ose akoma ma tepër. Agjerimin e stolisim me dhikër. Pra namazi prej fillimit, Allahu Ekber, tekbir fillestar është dhikër. Në çdo pjesë të namazit ka vetëm dhikër. Duke ditë edhe ato se dhikri më i mirë çka tham, është fjala e Allahut, pra dhe Kurani është lloji i dhikrit. Pra, namazi nuk ka tjetër diçka në vete me gjuhë vetëm se dhikër. Jo edhe ato lëvizje të trupit, ndërsa sa i përket gjuhës, aty ka vetëm dhikër. Pra çdo ibadet është ngushtë lidhur me dhikrin. Pra, e ka përparësinë tash dhikri, i bëjmë edhe jashta ibadeteve. A ka kohë preferume ose caktume për dhikër? E kem parasysh dhikrin e mëngjesit mbrëmjes, por diçka tjetër që është preferohet ndoshta më mirë ose është më preferume? Ndoshta na ka ikë më herët me tregu, janë dhikret përgjithshme dhe janë dhikre të lidhura me vepra ose edhe dhikret lidhura me kohë. Me kohë, a janë ato dhikre që ka e përmende, mëngjesit e mbrëmjes, pas farzeve me vepra, nëse e shiqojmë, para kësaj me thonë, nëse e shiqojmë jetën e pejgamberit alayhis salam, këtë jetën e ka pas dhikr, edhe nëse analizojmë dhikret, gjitha dhikret janë tauhid i pastër. E kem letë elhamdulillah me hap mburojën e muslimanit, në çdo rrethon, në çdo situatë ka pas dhikr. Si të ngritesh, si të zgjohet njeriu. Elhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Deri te dhikri i fundit, të cilën ja ka mësuar Elbera ibn Azib, dhe ka thonë letet kjo fjala e fundit para se me fjet, ja ka mësuar dhikrin, merr abdes, i fal 2 rekate, kush vepron kështu, merr abdes, i fal 2 rekate, edhe thot këtë dhikr, nëse vdes në atë natë, do të vdes në natyrshmëri, po do vdes në islam. Pra, prej zimit deri te gjumi, jem përplot me dhikre, çdo rrethon. Fryn era dhikr, bjen shi dhikr, del hana e re dhikr, hyn në treg dhikr, hyn në shtëpi dhikr, del prej shtëpisë dhikr, hyn në toalet dhikr, del dhikr. Çdo rrethon vetëm dhikr. Edhe këto tash këshillat pejgamberit alayhis salatu wassalam. Tuhet kemi telefonat, i ka dhuruar regjia me leje, po e inkuadrojmë. Alo, mirëdita. Mirëdita. Do shta një pyetje hoxhës me japon? Por nani? Para 1-2 vjete, në shpeteme dilshin bobreca, edhe i masha bobreca të qiqa për jashtë, edhe kur dilshin për jashtë ato konku heftoft, ata cofshin, e jam bo marak, e kam gjunah që jam bo sebe, po në që jenë cuf ata bobreca. Do të meni përgjigjen pas pak, inshallah, tërhoq me ballat për ndërprej, Jo, mund vazhdojmë. s'ka problem. Pra, çdo rrethon dhikr ka, për çdo pozit, për çdo kohë ka dhikr caktume. Pra, dhikret, të përmendojmë, janë ka dhikret të lidhura me kohë, edhe ka dhikret të lidhura me ibadete, edhe ka me vende caktume. Motra pra pyeti para 2 vite pra bobrecat, i ka qit jashtë dhe ka qenë ku e ftofshme, ta kanë cof apo kanë ngordh dhe kështu që tash pas 2 viteve po mendojnë që çfarë ka I bërë. dërguari alayhis salam na ndalon me i mbyt bubrecat, neglat. Se i ka fjalën për kuzhinë sepse shpesh dinë që në kuzhinë të bëhen. Në këso raste njëherë e kem një rast të Buhariu përmendet një sahabe
kur ka ardhë ka qenë një gjarë për mranda, edhe thot gruaja e nxurr shpatën me myt gjarpnin edhe nuk e di kush i pari vdiq, a burri a gjarpni. Edhe gjarpni pra e ka godit kuj me shpatë, po edhe gjarpni e ka kafshu. I ka tregu të dërguarit alayhis salam, ka thonë është dasht me i thonë 3 herë. Për hir të Allahut lena rahat. Pra tash le të ndëgjon me vëmendje kjo motra. Kjo vlen edhe për bubreca, dhe çka to është diçka prej gjallësave të cilat na pengojnë me ju drejtu mos na habit me vezvese të tij me çytë dia shejtani nuk kupton. Ti thuaj ato çka po na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për hir të Allahut largonu. Për hir të Allahut largonu. Për hir të Allahut mos na shqetësoni. Lëna në rahat. Edhe nëse pas kësaj nuk largohen, atëherë me preparate ndryshme edhe nuk i çka bën se të pengon, nuk i përgjithësi që kanë ngurë. Atëherë po vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës, inkuadrojmë. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam, rahmetullah. Pyetja është, kur ti për shembull me cikël, a mujna me thonë a do, cila do mujna me thonë, a jetin kurse e këtu a mujna me thonë. Në rregull, do të mëni pas pak përgjigjen. Faleminderit. Faleminderit. Amin edhe juve. Po mundet, edhe i thu, krejt çka dim prej Kur'an përmensh, i thu, edhe dhikret i thu, të gjithat i thu. Nuk pengon kjo, cikli pa pastërtia e ciklit që mos me bu dhikr Allahun. Pra nuk ka ndonjë problem. Ja, nuk ka problem. Atëherë, po mbetëm tek tema, tek dhikri, që sigurisht është dhikri dobishëm për veten, apo për individin, por sa ka ndikim tek rrethi, tek familja, tek komuniteti? Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, Buhariu transmeton, Allahu ka se disa melaqet, çdo melaqe ka një obligim të caktuar. Allahu i ka obligu me detyra të caktuara. E një grup prej këtyre melaqeve kanë obligim me u shpërnda në rruzullin toksor, edhe me i kërku ata njerëzit të cilët e përmendin Allahun, e mësojnë fejnë Allah, po edhe përmendin e dhikri, e përmendin Allahun. Edhe kur njena prej këtyre melaqeve e gjen atë vend, atë grup të njerëzve, i thret tjerat edhe thot, e janë se e gjeta ato çka po kërkojmë. Edhe zbresin aty, tenzilu sekine, zbret qetësia Allahut, i hapin melaqet krat edhe bojnë dua për ata. Edhe i pyet Allahu ata, po e shkurtoj se ka hadith është pak i gjatë, çka po bojnë ata, ty po të përmendin o Allah, ty po të bëjnë dhikër, am kanë po, jo, po me më po, alo ma ti po të këshim përmend, çka po kërkojnë xhenetin, a kanë po xhenetin, jo, po me po, alo ma shumë e këshin kërku, me sërëtet ma të madhë. E vazhdojnë pytet edhe fund thot, për këtë shkak Allah po ju fali atyre. Me laqe thojnë tash. Allah din gjithë shka. O Zot, njeni nuk ka alë për këtë shkak, për diçka tjetër është, edhe është mëkatar. Thot, për hir të tyre, edhe atia po ja falin. Pra, kjo tash, në aludon në diçka tjetër, ki kujdes me kënd po shoqërosh. Ki kujdes kohën me kënd po kalon. Kë nuk po bën ibadet, nuk po bën dhikr, dhikri po ceket në këtë hadith. Tjerë po bojnë dhikr. Për hir të atyre, për hatër tyre, edhe këtine po ja fal. Dobia konkrete dhe direkte, edhe të tjerë të ndikon. Pra, dhikri ka aq shumë dobi sa që nuk mund ta paramendojmë se sa mund të ndryshojnë jetën tonë. Absolutisht. Mundodh diçka ndonjë sukses të vjen. Nuk e ki idenë se burrimi i suksesit është dhikri. Se këto duhet me pas qartë. Suksesi vjen vetëm prej Allahut. Nuk mos t'i ngrit njeri u kratë. Se shumë letë e vërteton këto. Ka 2 persona, investimet njëjta, angazhimet njëjta. Njëni ka sukses, tjetri nuk ka sukses. Pra suksesi vjen prej Allahut. Edhe një dhikër, këto na sqaron, është lidhur edhe me namaz. Muaviu radhiyallahu an ka qenë halife edhe kryeqytet e ka pas Damaskun, e me vit, i shkru një letër El Mughire ibn Shu'be,
ai ka qenë guvernator vali në Kufe. Thot, ma shkruan një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky ja shkruan, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, pas farzit e bonte kët dhikr, një prej dhikreve. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani' lima a'tayt wa la mu'ti' lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. To e di me kem parasysh la ilaha wahdahu la sharika lah, po kjo tash Allahumma la mani' lima a'tayt wa la mu'ti' lima mana'at. Mas çdo farze ka thon këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka do të thon kjo? O Allah, nuk ka kush e nal ato çka jep ti. Nuk ka kush e jep ato çka e nal ti. Te suksesi po ndërnidha me këto. E thojnë alimat, këto pasurin e këtë sukses, Allah i jep ati të cilin e don edhe ati të cilin nuk e don. Shohim kanë fusha ndryshme, shumë suksese edhe jo muslimant. Mirë po kjo tjetë, o la jem fëllë dhe lëgjeddi min kel gjed, edhe kjo është pasuri, mirë po kjo, qka e ka? Besimin, ibadetin, devotshmërinë. Këto trija jep Allah vetëm atij cilin e don. Atëherë po inkuadrojmë me telefonatën e fundit për sot. Selamun alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Isha me pyet hoxhen, unë ju magjeroshëm edhe kam nevojë të vogël e puthi vazhdimisht e përçofi prisha xherimin. Në rregull, pyetja është e qartë, do të merrni pas pak përgjigjen. Faleminderit. Selamun alaikum. Jo, nuk e prish. Nuk e prish xherimin. Atëherë hoxh, këto është fundi i këtij emisioni. Faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisioni dhe Allah na mëson me qenë sa më shumë falendrues ndaj tij dhe me përdorur dhikrin sepse këtu janë pak nimete që përmende sa shumë ka të cilat do duhet ndoshta seri ligjëratash. Amin. Edhe unë juve ju falenderoj, pata nder me si musafiri juaj. Gjithashtu bashkangjitem lutjeve tuaja që Allah më na bon për atyre të cilët gjithmonë e kanë gjuhën të lagur me dhikr. Amin. Mjeshtërëtërisë ka për këtë emision, ju vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programe tjera që ju presin pas këtij emisioni. Selamun alaikum.